Nuk është mo. Kosova nuk është ajo të cilën ne e kemi ndruar si Kosovë shqiptare. Pik. Unë mendoj se Kosova është në një nivel të duhur të modernizimit, përveç se që e kemi keq kuptu në katër pika, që keq kuptu modernizimin, në lakuritësin, në gjysëm lakuritësin, në stilin e modës të jetës së gruas, posaçërisht, në çështjet ekonomike, për shembull, në një huaj, një djalë i ri ka 10.000 euro në akaunt, edhe pastaj bën harxhime tjera, ndërka shtërinjët tanë nuk kanë në akauntin e tyre 10.000 euro, bëjnë harxhime ma shumë se sa që i marrin rrogën. Kemi keq kuptu modernizmin në çështjen e urbanizmit, i ndërtojmë 10 banesa, ndërtesa të mëdha, asnjë park për fëmijë s'kemi. Prandaj Kosova nuk është keq për momentalisht, por sa i përket të drejtave të muslimanëve, në besimtar që kanë vlerat e tyre dinitoze dhe vajzat me mbulume janë pjesë e kësaj shoqërisë edhe nuk janë të parsimuara, nuk janë të pa edukat, nuk janë të pa moralshme që ky mos arsimim, ky mos edukat, ky amoralitet ekziston në shoqërinë tonë që duhet të largohet sa më parë. Mbulesa, zonja Uduti, është një mbrojtje nga amoraliteti? Mbulesa është një flamur mbi një godinë. Një vajzë që e banë mbulesën, ajo e përfaqëson fenë e vetë, bindjen e vetë. Mbulesa nuk është uniform, por kishte me qenë një lehtësi për neve muslimanët, spaku deri në moshën, deri klasat e para të fillore, që na ta tolerojmë, ta përbim këtë padrejtësi, për shkak se shteti ka probleme ma të mëdhaja. Dhe për klasës së parë ta lë mbulesën? Prej parës deri në klasën e 8, mos ta vendosim mbulesën, mirë po, prej në moshën 16 vjeçare, gjerisa një vajzës shqiptare i lejohet ta bëj martesën, të marrë vendim, lejohet vendim me martes me pëlqimin e prindërve, lejohet të gjitha me pëlqimin e prindërve, atëherë pse një vajzë shqiptare të marrë vendimin e mbulesës, studiojeni keni edhe moshën ligjore të një shteti. E di, por në rastet posaçme, kur vajza vendos me u martu, edhe është 16 vjeçare, ligji thot 18 vjeçare, atër ligji bon një tolerancë edhe i thot okej, me pëlqimin e prindërve i martojnë dy të ri 16 vjeçar, ja respektojnë vendimin e tyre. Nëse një vajzë shqiptare, 16 vjeçare, me plot bindje e vendos shamin, se të mos pranohet. Për shtetin, jo për prindrit. Shka njojnë prindrit e fëmijët e tyre është të çështje. Shiko, në shkollat fillore është imitimi. Imitimi i fëmis, imiton nanën. Edhe mundet me qenë pa bindur. Ortja e shamis, jetën tënde privates, në shkollat e mesme një vajzë 16 vjeçare mundet me vendos me qitë. Edhe kjo është diskriminim total. Në Amerik ishte dënu me ligj, si kushtë është dënuar Hoda Ahmeti, një vajzë e cila ka shku në shkollë me shami, e kanë largu nga shkolla, dhe vetëm edhe që të lutëm zotëri Gashi, dhe e kanë largu nga shkolla dhe Civil Liberality Unity, bashkësia liberale, civile, kanë dëshku shkollat në Amerikë pëse një Hoda Ahmeti e kanë largu nga shkolla. Na nuk po dojmë ma shumë se Amerikanët. Sepse edhe atje ligjet dalojnë nga shtetet në shtetë. Po, prandaj ligjet i kryojmë ne. Aparimet e tona duhet respektuar. Lejon të ashtë Tash ju lejoj.